Janë publikuar pamjet e momentit kur autorët vendosin lëndën plasëse në derën e një lokali në lagjen Çlirim në Berat. Lënda plasëse ka shpërthyer në derën e lokalit në pronësi të Sali Fetiut, babait të Aslan Fetiut, administrator e një prej bizneseve të Klodian Allabeut të Spitalit Amerikan. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Siç edhe duket nga pamjet e siguruara nga zëri, Tritoli është hedhur nga një mjet tip BMW që ka qenë në lëvizje. Mjeti afrohet pranë lokalit të Sali Fetiut rreth orës 3:58 minuta dhe ndalon para derës për vetëm disa sekonda. Duket qartë që nga mjeti nuk zbret askush, por nga xhami i pasagjerit hidhet lënda plasëse. Pasi ka kryer atë që duhet të bënte, mjeti ikën nga vendi i ngjarjes dhe vetëm pak çaste më vonë dëgjohet shpërthimi. Për shkak se autorët nuk kanë dalë nga mjeti, është e vështirë që të identifikohen, por dyshohet se janë më shumë se 2 persona. Një detaj që mund t'i zbulojë janë targat e mjetit dhe itinerari që është kryer, por sërish mund të jenë të vjedhura dhe të vendosura vetëm për të humbur gjurmët. Që nga dita e shpërthimit dhe deri më sot, policia po heton disa pista, por ende nuk ka emra për këtë ngjarje. Aslan Fetiu, administratori i Anamark, është ende në kërkim nga policia pasi në mars të këtij viti qelloi me thik në bark një të moshuar në ambientet e një lokali në lagjen Çelepias. Fetiu është futur në lokal me thik në dorë dhe ka kërkuar një person me precedent penal, të quajtur Fatjon Azizolli, por i moshuari i ka thënë se ai nuk ndodhej aty dhe ka kërkuar ta nxjerrë jashtë. Në konfrontim me sipër, 37 vjeçari ka qelluar me thik 85 vjeçarin.